Më 15 gusht të vitit 98 në udhkryqin e fshatit Nashec të Prizrenit, ra heroikisht Remzia Demaj, komandant Petriti, duke kurorzuar veprimtarinë e tij patriotike për çështjen kombëtare për 30 vjet rresht. Shukri Quni, i cili ishte së bashku me të në ditën kritike, u plagos bashkë me heroin Xhevat Berisha e Sami Sahitin. Mos me pas qenë shkallësitë e Xhevat Berishës, asnjëri s'kishte mujt me shpëtu. Po, komandanti ka qenë i ullur mbrapa në makinë. Kam qenë të vozit makinën, edhe kemi dhënë gaz, fakt, kemi dhënë gaz sa ku mujt. Ka rrit kjerit diku një 40-50 metra më largu prej asfaltit. Po ba ajo që ka konë prej mbrapa ku na kanë fillu me na sulmua, atëra ja ka rrugë. Edhe komandantin, edhe Sami është plagos, edhe unë. Në nderim të 28 vjetorit të rënjes së komandant Petritit, u vunë Kurora Lulesh nga familjar, veteran e përfaqësues të institucioneve. Kemi ardhur të përkujtojmë veprën dhe sakrificën e këtij kolosit madh të qeshës kombëtare, i cili me dekada luftoi, veproi deri në fillimin e jetës së tij. Jeta dhe vepra e komandant Petritit na përkujton se nuk do të kemi kompromis ndaj atyre personave të cilët sulmojnë shtetësinë e Kosovës. Ne sot ndihemi po të njëjtë me emocione, me dhimbje dhe pavarësisht këtyre krenaria na jep forcë. Veprimtarinë e tij patriotike, komandant Remzia Demaj e kishte filluar që në vitin 1979 në Mërgim, kur edhe ishte takuar me vëllezërit Gërvalla dhe Kadrizekën. Pas shumë përndjekjesh dhe burgosjesh disa herë nga regjimi asaj kohe edhe larg vendlindjes, komandant Petriti nuk ndaloi veprimtarinë e tij për lirinë e kombit deri në frim.